një nga momentet më të rëndësishme që unë besoj që kam regjistruar aty ka qenë momenti kur është goditur ë, sigurisht kolegu gazetari Fatos Mamutej dhe që vrasja po ashtu e Hekurandetës, të cilët ishin thuajse në bashk në të njëjtin vend, sepse gazetari Mamutej po raportonte për televizionin ABC News, ABC News në Tiranë, ndërsa ngjitur me të ishte Hekurandeta, Indiri Hekurandeta, i cili ishte në tribunën ku kishin folur liderët politik dhe si thua aty po bënte thirrje, mendoj se nuk sigurisht që ishim shumë larg edhe un kam qenë shumë larg sepse kam qenë në atë moment kam qenë tek pjesa e godinës së kuvendit të Shqipërisë, në atë krah ku ndodhet edhe ku ndodhen zyrat e kontrollit lartë të shtetit. Dhe aty në atë moment kam parë që nga përplasja që kishte nisur një makinë Mercedes-Benz i modeli i vjetër 240 kishte goditur barrierën barrierën kufizuese të hyrjes së kryeministrisë nga krahu i piramidës dhe aty në atë moment edhe strukturat e gardës, efektivët e gardës kanë nisur të hapin zjarr në mënyrë të paparalajmëruar ndaj protestuesve. Në këtë moment un kam parë që Mamutej është plagosur, megjithëse isha pak larg, por kam arritur ta dalloj mirë që gazetari kolegu jon u plagos dhe Hekurandeta është rrëzuar menjëherë në tokë pas pak sekondash. Sigurisht në këtë moment pastaj mendova që sigurisht që gjërat do të shkojnë edhe më keq. Aty më rritën filluan të dalin pastaj forcat speciale të veshur me skafandra dhe me shkopingome, ka nisur si thua një përleshje totale mes protestuesve dhe njësive të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët po reagonin në tentativë për të shpërndar protestuesit dhe po ashtu në një moment tjetër, mbasi turma ishte shpërndar, ishte shpërndar ose mund të them që kishte shumë më pak njerëz, por sigurisht që kishte ende protestues që ndodheshin përballë kryeministrisë. Dhe në një moment të caktuar, unë duke i qenë se po përpiqesha të mblidhja dëshmi, ndodhesha tek ura që e lanës që ndodhet në bulevardin e Dëshmorët e Kombit. Aty kam parë një moment të caktuar që disa njerëz po tërhiqnin një burr i cili ishte i veshur me një jelek ose një kanatiere që vishet pas trupit, që ishte si thua një kanatiere leshi, që kishte veshur një person dhe parë që kishte një mjekër në fytyrë dhe ishte i dobët dhe i hollë. Në këtë moment dhe pastaj nga fotot që unë kam parë më vonë, e kam identifikuar që ishte Ziver Veizi. Dhe personat po përpiqeshin ta tërhiqnin drejt për ta mbrojtur më pas, sepse sigurisht ishte edhe turma, furia e forcave të policisë, të cilët po godisnin, po sulmonin çdo person që gjenin aty dhe sigurisht këta persona po përpiqeshin të gjenin një automjet për ta dërguar apo një ambulancë për ta dërguar Ziver Veizin në spitalin ushtarak. Kjo ka qenë, mendoj, sigurisht ishte edhe situata të tjera të cilat apo përleshje që po ndodhin tek zona e piramidës, që ishte më lart, ku njerëz të shumtë janë përleshur me struktura, me efektivët e forcave speciale, besoj duhet të kenë qenë edhe forcat e RN-s, të cilat zakonisht vendosishin në këtë pjesë të kryeministrisë për të mbrojtur
hyrjen e kryeministrisë, e cila ndodhet nga krau i piramidës. Në këtë moment, pastaj kemi parë që flak disa automjetet policisë që digjeshin, kemi parë shumë automjetet policisë që digjeshin tash, edhe sigurisht edhe përleshje mes protestuesve, të cilët i përgjigjeshin goditjeve të policisë apo dhunës efektive të policisë me mjete rrethanore, me shkopinj apo me mjete të tjera të cilat edhe mund t'i kenë pasur, t'i kenë marrë me vete, mund t'kenë qenë përgatitur. Dhe sigurisht që kjo ka qenë një pak a shumë ajo që unë kam mundur të regjistroj, por sigurisht mund t'ketë edhe momente të tjera të cilat por momentin nuk më vinë në mendje, por sigurisht që ka pasur një dhunë të skajshme, sigurisht të policisë, por edhe nga ana e protestuesve. Ajo që unë mund them është se e kam thënë edhe më parë kur unë kam mundur të diskutoj që policia e shtetit kishte përgatitur një plan shumë të mirë masash për të evituar, si thua, dhunën nga ose për të përballuar dhunën nëse do të kishte nga ana e protestuesve, apo edhe për të evituar dhunën që mund të shkaktonin efektivët e policisë, por zbatimi në terren, zbatimi praktik i planit të sigurisë doli të ishte krejtësisht i dobët dhe efektivët e policisë nuk arrinin ta vinin në zbatim apo të respektonin detyrat e tyre për të cilat ata ishin ngarkuar. Dhe mendoj që ky ka qenë shkaku edhe që situata ka dalë jashtë kontrollit, sepse do të themi që protestat zakonisht janë një luftë nervash ndërmjet efektivët e policisë apo njerëzve që mbrojnë objekte shtetërore mes protestuesve që sigurisht që synojnë ndonjëherë edhe të provokojnë apo edhe të sulmojnë struktura apo efektivët e policisë apo efektivët të tjerë të cilët janë angazhuar në mbrojtjen e këtyre objekteve të sigurisë lartë, siç ka qenë në rasti konkret i kryeministrisë. A pat persona të martosur brenda institucioneve shtetërore dhe si u perceptua kjo nga protestuesit? Pa diskutim që ka pasur persona të armatosur apo efektiv të armatosur nga strukturat nga objektet nga institucionet e shtetërore, siç ishte kryeministria, siç ishte kuvendi, do të thënë se në zonat, në çatitë, në terracat e këtyre objekteve, kishte struktura të efektive të policisë, të cilët ndiqnin protestën nga lart edhe me sniper, kishte edhe me dylbi. Dhe në një moment kam dalluar ish ministrin e brendshëm, zotin Lulzim Basha, i cili ishte mbi terracën e godinës së kryeministrisë, i shoqëruar nga komandanti i gardës së Republikës në atë kohë, zoti Andrea Prendi. Ka qenë një moment që unë kam mundur ta shikoj dhe sigurisht që në këtë moment që e kam parë, ka zgjatur besoj pak minuta dhe më pas zoti Basha bashkë me Andrea Prendin janë rikthyer në një zonë ku nuk shiheshin, por nga ana tjetër ajo që thoni ju që ka pasur efektiv të armatosur apo njerëz të armatosur nga pjesa e brendshme e rrethimit të kryeministrisë, unë kam mundur të shquaj, siç është edhe ajo videoja e famshme që kanë publikuar në atë kohë kolegu jon Artan Hoxha, që kam mundur të shquaj zjarrin që vinte nga ai drejtimi i kryeministrisë, pra ata ishin vendosur në pjesën e bodrumeve të kryeministrisë, të cilat kanë disa dritare
në atë katin përdes, se mund të them, dhe shikojnë drejtim të piramidës apo në drejtim të shikojnë diagonal në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe pikërisht nga kjo zonë dilte zjarri luftarak. Ndërkohë që fillimisht ka pasur të shtëna në ajër nga efektivët të cilët ndodheshin në rrethimin e parë të kryeministrisë, në rrethimin me kangjëlla të hegurit. Këta kanë qelluar fillimisht në ajër, ndërkohë që këta më pas janë larguar dhe kanë filluar të qellojnë me zjarr luftarak persona të cilët ndodheshin në këtë drejtim dhe sigurisht persona që ishin në efektivët e gardës, të cilët ishin në rreshtin e parë janë tërhequr dhe nga pjesa aty pasaj ku, siç po thoya, ka nisur edhe goditja me zjarr luftarak. Po, mendoni që ishte i planifikuar dhe organizuar e komanduar sulmi që u bë me zjarr luftarak apo në moment të paniku e gjithë situata precipitoi? Ne kemi parë që në video, në audion e regjistruar që është publikuar, kemi parë që Ndrea Prendi dëgjohet, apo zyrtarë të tjerë të gardës, drejtues të tjerë të gardës dëgjohen tek thonë që në momentin që do të goditet rrethimi i kryeministrisë, apo që protestuesit do të hynë në zonë në rrethimin e kryeministrisë do të hapet zjarr luftarak. Kjo do të thotë që në një farë mënyrë efektivët e gardës kanë pasur një plan për të goditur me zjarr luftarak protestuesit, por nga ana tjetër mendoj që për këtë shkak thash se strukturat e policisë, të gardës së Republikës nuk arritën të përmbushin detyrat e tyre në këtë ditë, për faktin se nuk arritën të menaxhonin protestuesit sepse hapja zjarr ndaj njerëzve të parmatosur është një veprim që kryhet sot, po themi në Iran. Aktualisht strukturat e sigurisë atje të policisë po hapin zjarr ndaj njerëzve të parë. Dhe sigurisht hapja zjarr ndaj njerëzve të parmatosur është mendoj një veprim i dënueshëm dhe sigurisht që mendoj që ka qenë një papësi e policisë në atë kohë për të menaxhuar apo edhe Gardës së Republikës për të menaxhuar një protestë të tillë e cila pritej të ishte një protestë e përmasave të mëdha dhe që mund të kishte, si thua, edhe forkime dhe konfrontime nga të dyja palët. Në këtë kuptim mendoj që Garda e Republikës, në mënyrë të veçantë Garda e Republikës, por sigurisht edhe policia dështuan të kryenin misionin e tyre. Dhe sigurisht që nuk mund të hapësh zjarr, siç thash, drejtim të njerëzve që janë parmatosur apo që armën e tyre më të madhe kishin një shkopin druri apo ku diun. Dhe sigurisht që garda mendoj që u gjetë pa përgatitur dhe sigurisht që mund të ketë pasur, besoj mbase edhe një plan të mëparshëm që nëse gjërat do të arrijnë deri në një pikë të caktuar mund të veprohet edhe me zjarr luftarak, por ne kemi parë se asnjë protestues nuk është futur në rrethimin e brendshëm në atë rrethim brenda rrethimit të kangjëllave të kryeministrisë. Dhe si thua, për mendimin tim, hapja e zjarrit ka qenë krejtësisht e pajustifikuar. Qartë, por a u raportua gjithçka siç ishte ajo ditë apo u aplikuan ato nocione që ne në gazetari njohim si censura, autocensura për gazetarët? Unë mendoj që ne kemi raportuar gjithçka që është ka qenë e mundur të raportohet atë ditë. Nuk kemi pasur censur apo autocensur.
sigurisht që atë pjesë që unë kam parë dhe kam regjistruar apo gjithë të pjesë të cilën unë si thuaç për cilën isha ngarkuar e kam raportuar në mënyrë të plot. E vetmja censurë që mendoj që mund të ketë qenë ka qenë lidhje me hapësirën që ne kishim në gazetë, sepse në atë kohë nga sa më mend gazeta ditë duhet jetë printuar me 32 faqe në mos gaboj, por si thua hapësira që ne kishim ishte mendoj shumë e pakët krahasuar me informacionin, me volumin edhe sasinë e informacionit, por edhe me cilësinë e informacionit që kishte atë ditë. Dhe sigurisht kjo mendoj që hapësira e printimit, hapësira e faqeve në gazetë, besoj që ka qenë censura e vetme, por nuk mendoj se kemi qenë të detyruar të ushtrojmë një lloj autocensure ndaj informacionit që ne kemi poseduar. Cila është gënjeshtra më e madhe sipas jush që u ndërtua rreth asaj ngjarje? Në shkuptim gënjeshtra më e madhe që u amplifikua më pas edhe nga mediat, edhe nga politika, edhe nga partia në pushtet së kohë, Partia Demokratike. Po, mendoj që kishte si thua një lloj kakofonie, pa sigurisht që mendoj që kishte një lloj kakofonie për të mbuluar, si thua, vrasjet, për të thënë që fillimisht për t'i ngarkuar me përgjegjësi protestuesit, sa ishte përgjegjësia tyre që të ruanin sigurinë apo garanci apo sigurinë e institucioneve apo që të garantonin sigurinë e protestës, që zakonisht është e kundërta, është policia e cila duhet të garantojë sigurinë e institucioneve publike dhe duhet të gjejë pikat e kontaktit me strukturat e subjekteve që organizojnë protestat. Por nga ana tjetër, një fakt shumë i rëndësishëm ishte që ajo që akuza që u hodh sepse që protestuesit ishin vrarë me armë nga brenda apo që ishin vrarë nga brenda protestës, pra, apo që ishin vrarë me armë nga afër apo me armë rrethanore apo me armë sekrete tipi stilolaps, të cilat sigurisht që hetimet dhe ekspertiza zbuloi dhe dokumentoi që ishin tërësisht të manipuluara. Ajo ekspertiza e famshme e kryer nga një prej ekspertëve të cilit për fat keq nuk jam mbaj mend emrin tani, ishte që një ashkël druri kishte marrë me vete një predh e cila kishte goditur në mos gaboj Faik Myrtajn apo më pas ose Hekurandetën apo Alex Nikën, ndërkohë që predha që goditi Alex Nikën ishte një predh e një armë speciale që predh e cila në momentin që hyn në një objekt të caktuar ndahet në katër pjesë, pra, dhe si thua është një predh shpërthyese, nëse mund të them kështu, nuk e di se si është eksaktësisht termi teknik, por edhe si thua armë të tilla janë të identifikuara në inventarin e gardës se kush i posedon. Po ashtu një moment tjetër i rëndësishëm ishte edhe fakti se televizioni ku punonte zoti Mahmutej u përpoq ta fshihte plagosjen e tij dhe ta bënte ta argumentonte se ai nuk ishte i ngarkuar të raportonte për televizionin në atë ditë dhe kishte qenë në protestë në mënyrë vullnetare, ndërkohë që më pas ne kemi parë që gazetari ka raportuar gjatë asaj kohe aty. Një fakt interesant që mendoj që ka ndodhur edhe sot e kësaj dite ka mbetur enigmë
mënyra se si janë fshirë pamjet e kamerave të sigurisë së kryeministrisë apo të kuvendit të Republikës, të cilat hidhnin por mënyrë të veçantë më shumë nga kryeministria, të cilat në një farë mënyrë do të dokumentonin plotësisht edhe përgjegjësinë e protestuesve, por sigurisht përgjegjësinë kryesore të efektivët të Gardës së Republikës apo të policisë së shtetit, të cilët kishin kryer apo jo detyrat e tyre funksionale për të cilat ishin ngarkuar. Mbaj mend që një nga prokurorët që ka qenë në ngjarje ka qenë në mos gaboj Ervin Karanja, një nga prej prokurorëve, apo edhe hetues të tjerë, të cilët kur kanë qenë në vendin e ngjarjes nuk arrinin në sheshin Skënderbej, por edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por edhe në rrethimin e kryeministrisë kanë gjetur masivisht gëzhoja, por kanë kuptuar që edhe shumë gëzhoja të tjera ishin mbledhur më parë nga efektivët e Gardës së Republikës, të cilët kishin arritur të zhduknin ato. Nëse do kishit për t'i thënë diçka familjarëve të viktimave, çfarë do t'i thonit? Sigurisht që është shumë keqardhje që kanë humbur jetën 4 njerëz aty. Shumë keqardhje që janë mbase mendoj edhe njerëz kanë humbur jetën ata njerëz që kanë qenë mbase më të pafajshmit në të histori, të cilët kanë qenë më pak aktivët nëse mund të them, kundrejt strukturave të policisë, kundrejt institucioneve kryeministrisë, nëse mund të them më tepër, kundrejt efektivëve të policisë, të Gardës apo në tërësi, pra kanë qenë njerëzit më të pafajshëm që kanë humbur jetën aty, por nga ana tjetër është e rëndësishme shumë që ata të mos ndalin të kërkojnë drejtësinë, për të cilën të gjithë njerëzit presin shumë që të zbardhet, pra e gjithë ajo histori se si kanë humbur jetën këta njerëz në mënyrë tërësisht vulnerabël krejt të pafajshëm, dhe për fat keq shikojmë që edhe sot e kësaj dite kjo histori diku me dashje, diku pa dashje është mbuluar me pluhurin e harresës, pavarësisht se kemi pasur në mënyrë të vazhdueshme premtime nga politika apo nga partia që qeverisë aktualisht vendin, e cila do të zbarte historinë të plot, pra vrasjet e 20 janarit, por që si thua në një farë mënyrë autorët e asaj vrasje, atyre vrasjeve janë deri diku edhe të zbardhura, të dokumentuara, por që mungon, si thua, ndëshkimi ligjor, dhe këtë ndëshkim ligjor familjet familjet e të vrarëve, pra të 20 janarit, duhet ta kërkojnë me dorë mos, dhe nuk duhet të ndalojnë ta kërkojnë.